Ka nisur në gjykatën kushtetuese seanca e hapur për atë që njihet tashmë si çështja Balluku, bëhet fjalë për një përplasje institucionale me peshë të lartë politike dhe kushtetuese. Seanca po zhvillohet pas kërkesës së kryeministrit Edi Rama, i cili është drejtuar gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e një konflikti kompetencash mes kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave nga njëra anë dhe gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga ana tjetër. Në qendër të këtij konflikti është vendimi i GKK-s marr pas kërkesës së SPAK për pezullimin e Belinda Ballukut nga ushtrimi i funksioneve të saj qeveritare. Kryeministri kërkon rrëzimin e këtij vendimi, duke argumentuar se gjykata ka tejkaluar kompetencat kushtetuese në raport me pushtetin ekzekutiv. Në një vendim paraprak, gjykata kushtetuese vendosi pezullimin e përkohshëm të vendimeve të GKK-s, duke hapur rrugën për shqyrtimin e çështjes në themel. Sot në seancën plenare pritet që kushtetuesja të hyjë në analizën thelbësore të konfliktit. Një vendimarrje që pritet të ketë ndikim jo vetëm për fatin politik të Belinda Ballukut, por edhe për raportet mes pushteteve dhe kufit e ndërhyrjes së drejtësisë në ekzekutiv. Vendimi përfundimtar pritet me interes të lartë, pasi mund të krijojë një precedent të rëndësishëm për të ardhmen institucionale të vendit.